Me 1 minutë heshtje nderojnë dëshmorët e kombit. Lavdi! Për të nderuar dëshmorët e betejës më të lavdishme të UÇK-s në rajonin e Prizrenit, betejën e Jeshkovës, sot shoqatat e dala nga lufta bashkë me komunën e Prizrenit në shenjë nderimi kanë bërë homazhe në varrizat e dëshmorëve në Landovic, duke përkujtuar një ndër betejat më të lavdishme të UÇK-s. Kurse në orën 10:30 të gjithë pas homazheve në varrizat e dëshmorëve në Landovic bën homazhe pranë lapidarit në fshatin Jeshkov. Me këtë rast familjare përfaqësues komunal Vun Buqeta Lulesh. Nën kryetari i komunës së Prizrenit Kujtim Gashi, duke folur për këtë betejë të lavdishme, tha se ishte një ndër ato beteja që këta dje më ranë për të mos vdekur kurrë, sepse këta ishin sy pa trembur kashi forcave serbe. Sot, siç e thatë edhe ju, jemi bashkë me përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, me ushtrinë e Kosovës, me shumë qytetarë për ta përkujtuar një prej betejave më të rëndësishme të ushtrisë territoriale të Kosovës, pra betejën e Jeshkovës, ku kanë ra heroikisht shumë dëshmorë, për tyre kemi edhe shumë zhdukur, por natyrisht kemi edhe një rezistencë të pashoq që është bë në këtë lokacion për ta riorganizuar ushtrinë territoriale të Kosovës në këtë pjesë, edhe natyrisht për ta mbrojtur këtë zonë e këta qytetarë të cilët kanë qenë në atë kohë në mëshirën e fatit. Sigurisht që kjo betejë edhe për mua si në kryetar komune, por edhe për institucionet lokale, është ditë motivimi, ditë inspirimi për punë, për angazhim, edhe natyrisht si çdo datë tjetër, si çdo betejë tjetër, si çdo rënie të secilit dëshmor në komunën e Prizrenit, ne me vullnetin më të madh, me disponimin dhe dëshirën më të madhe i kujtojmë dhe natyrisht shprehim mirënjohjet më të thella për gjithë dëshmorët edhe të komunës tonë, por edhe të Republikës Kosovës. Isa Berisha, kryetari i OVL-s Dika në Prizren, duke evokuar kujtime për këtë betejë, tha se kjo ishte betejë e ringjalljes dhe frymëzimit adhetar, se këtu duhet të frymohet UÇK-ja. Këtu ranë shumë dëshmor e fati deshi që disa prej këtyre ende të konsiderohen të zhdukur. Komandant Hisen Rexhepi ka prirë kësaj beteje dhe padyshim se kjo ishte një betejat më të lavdishme që ka pasur UÇK-ja. Po ne sot në vazhdim të aktiviteteve që kemi pas si organizatë veteranëve në bashkëpunim me Kuvendin Komunal, ne fillimisht bëmë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, duke përkujtuar dhe duke përullur vepra sublime të dëshmorëve, të cilët ranë në këtë betejë lavdishme të ushtrisë shëndetare të Kosovës. Jeshkova heroike, Jeshkova e selis stabit lokal, Jeshkova e brigadës 125 ka dhënë shumë për këtë liri që e gëzojmë, duke ditur që në këtë betejë të 11 marsit në vazhdimsi ka ndodhur beteja në këtë rajon, duke ditur që edhe betejat e 98-s kanë rënë disa dëshmorë dhe civil, po beteja më e lavdishme është e 11 marsit e vitit 1999, ku njësia speciale në krye me komandantin Hisen Rexhepi vinë për ta ringjallur, për ta rikonstruuar domethënë këtë zonë, pasi që dihet që prej vitit 1998 në ofanzivën e shtatorit kjo zonë ka qenë e pavanueshme, ka qenë tërësisht e shkatruar dhe kanë vepruar njësitë të ushtrisë shëndetare të Kosovës. Në këtë betejë binë shumë dëshmorë në krye me komandantin Hisen Rexhepi, binë 21 dëshmorë për të cilëve ende 11 dëshmorë konsiderojnë domethënë të zhdukur. Është një betejë e lavdishme, ne do të përkujtojmë gjithmonë do të jemi mirënjohës dhe falënderues për gjithë të rënët për liri dhe lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Djelza Rexhepi, bia komandant Hisen Rexhepi, me këtë rast plot emocion rikujtimi, e kishte takimin e fundit me komandant Hisen Rexhepin, babain e saj, dhe ajo thot se ai tash po shihet se nuk ka vdekur, por është i gjallë në mes nesh. Është shumë krenari me fol për dëshmorët e Kosovës, është shumë krenari me fol edhe për babin. Para 26 vite, isha 4 vjeçare, edhe jam gëzuar shumë kur kanë thënë që boshë me taku babin. Por atëherë isha shumë e vogël, a nuk e kam kuptuar çfarë hera e fundit që kam e parë, por sot e kuptoj, pasi u rrita, që ajo nuk ishte hera e fundit, ai u ringjall, për me kujtu jo vetëm unë, por e gjithë Kosova. Beteja 11 marsit është beteja që UÇK-ja i apati rikthyer dinjitetin e luftës për liri. Fjalë në çdo kujtim,
Zemra im me ty rri e lidhur, për jeti dhe jetën pa frikë, edhe për lirin për tokën tonë, gjaku ytë si lumë rrjet, në damarët dhe utonë, sot të kërkoj në fladin e lekë, në rokjet e zemrës time të qenë, në ëndra në kujtime të shenjtja, gjatë gjë kërtu kur do të kretësh. Për ty gjagjajin i vridin qengaj, në zemrën tomë një tri që shuat, një emër deri një yll që shkruat. Floka e liris në shpirt andize, me guxime gjak rrugën e hapi.